Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me videon e radhës, do me thënë po ndjekim Prime-in e natës së sotme dhe ndoqa me shumë vëmendje analizën se si e bën opinionistët, por edhe qëndrimet e banorëve. Tani unë nuk do të them që banorët do ta duartrokasin labin, do t'i thonë që ti je më i miri, do t'i thonë që ti erdhe në shtëpi dhe krijove dinamik, krijove debate. Nuk do të them që këto debate janë të tepërta, sepse Big Brotheri, duke njohur si format, do me thënë mbijeton nga këto debate. Labi, siç duket, ka një pasqyrë të një banori të cilin e ka studiuar, e ka dëgjuar, ka ndarë kohë duke e shikuar atë dhe ka krijuar një lloj strategjie. Dhe strategjia e Labit është kjo, që t'i prekën banorët në sedër, do me thënë që ato ta godasin dhe Labi t'i nxjerrë një nga shtëpia. Tani do me thënë, më duket e ngjashme me strategjinë e Gjestit, në mënyrën se si Labi e ka përzgjedhur të qëndron brenda shtëpisë së Big Brotherit, pasi të gjithë shtëpinë e ka kundër dhe i vetëm po lufton në këtë drejtim. Do me thënë, Labin këto, edhe nëse nuk duan vetë, janë duke e shndruar në fenomen.